Myrto Uzuni e ka nisur me ritmin e duhur këtë sezon në Major League Soccer duke qenë protagonist me gol që në ndeshjen e parë të skuadrës së Austin. Sulmuesi ka lënë pas krave transferimin e dështuar gjatë janarit në kampionatin turk dhe tashmë duket se është fokusuar plotësisht tek ekipi amerikan me të cilin do të vijojë karrierën e tij. Ashtu siç pritej, Uzuni ishte titullar në duelin e javës së parë të kampionatit, atë që Austin luante kundër Minnesota United. Ai ishte protagonist në disa aksione sulmuese për skuadrën e tij, ndërsa la shenjë në minutën e 76 të duelit, kur ja doli të devionte para portës topin për golin e avantazhit të përkohshëm 2-1. Për fatin e keq të Uzunit, ky gol kishte vlerën vetëm të një pike pasi Minnesota barazoi në minutën e fundit. Megjithatë, ky ishte starti i duhur i sezonit për Uzunin pasi synon të tregojë në vitin e tij të dytë në Major League Soccer se është përshtatur tashmë plotësisht me futbollin në këtë vend dhe do të bëjë përsëri bomberin, siç kishte treguar në vitet te Granada në Spanjë.